Fshati Zhitoshe i takon komunës së Dollënit dhe është njëri ndër fshatrat më të mëdhenj të fushgropës së Pellagonisë. Ky fshat aktualisht numëron 500 shtëpi ku jetojnë rreth 2500 banor, të cilët kryesisht merren me bujqësi. Historia e këtij fshati është sa e dhimbshme, po aq edhe krenare. Fshati Zhitoshe është ballafaqur me migrimin i cili ka qenë i shkaktuar nga dhuna e pushtetit për të larguar popullatën autoktone nga vatrat e tyre shekullore. Migrimi i parë masiv ka ndodhur pas viteve të 20-ta të shekullit të kaluar, ndërsa i dyti pas vitit 1954. Ky fshat kur e maj men une ka pas ke 180 shtëpi, 180 familje. Po për shpejt vakët ajo është derdhën, erdhë koha për të shkojnë ka Turkia njerëzët, kush hikte, kush pizorti, kush piqefi, po ma shumë pizorti. E shkon pi 55-ën kam fillu, po njerë ka 70 vjetë. Pi 55-ën, njerë ka 65-ta, shkonjën kështu grupa të mëdhonja. Shpesh, pas të u rallu pak ato vjetat e mrapna. Edhe ashtu u nalë. Përgullje ka pas para kësaj, po si ajo e jona të shtej, në 1924 të ka qenë maj madhja shpërngulje. Atëre Turkia pak para saj ka qenë këtu, disa kanë dash bërki të shkojnë me Turkin të mësumë për këtu, po dysa kanë qenë në shtojbun me Gaçkën në atëhere. E në atëhere është bo një shkatrimi madh këtu. E këtu kanë qenë tokat i kanë lonë Badihava për shumë lirë pare. Kanë ardhë njerës, pe ka Sanxhaku kanë blemun, qëto poshnjakët. E ashtu prap katuni, ja ke u zhvillu, u shtu, u boj math. Ta shte kuj qetri, shpërngullja kjo e kësaj Evropës shkojnë, ajo na i shkatron prap katunin. Pushteti ka pasur një strategji për zbrazjen e këtyre vendbanimeve dhe ai gjithnjë ka goditur në elementet më të ndjeshme të zhvillimit, siç është arsimi. Përpjekjet e banorëve të këtij fshati për të zhdukur analfabetizmin kanë qenë të vazhdueshme. Sakrificat për hapjen e shkollës fillore dhe asaj 8 vjeçare në gjuhën shqipe kanë qenë të mëdha, sepse iniciativat e këtilla gjithmonë kanë pasur përballë barierat e pushtetit monist. Po sidomos shkollën na e ka shkatru shumë. Si u thash, se shkolla ka fillu këneve 45 vjetë. Po ashtu vazhdoj në Shqip. Në Shqip kishim landa dhe makedonishte, se nuk kishim edhe kader tonë në atë kohë. Po e kishim edhe 8 vjeçaren shumë shpejt e qolëm keneve atere, na ju në Shqip. Quheshte Shqip, po si u thash se kishte shumë landa makedonishte. Po a i shkatrimi që bo masën me atë shkumjen e Turkis, pim 55-ën, a edhe shkollën ne më sholë. Për 2 vjetë e para që nesën të shkojnë njëzët tonë atje, shkolla më sholë. Smetë nxansa, smetë vullnet për mësim, nuk metë. Si të thëmë kësu, shkatrimi madh ishte ajo. Shkon, pak kur ndalu, si u tash pak pare se ato vitat e para shkonjin shumë njerës, e në boni pak një stagnim ajo. U rallu pak, prap ne e qollëm shkollën, 8 vjeçaren. Filloria punonte, ama 8 vjeçarja jo. Po, ajo u hap në koni 64 të më duket, ashtu. Vazhdoj, po vazhdoj në gjuhën makedonishte. Vazhdoj ajo makedonishtja, une sa kujtë maj mend ne ka 77-8 që që.
Bile kishim një mbledhje ke shkolla, ja e kthejmë në Shqipja s'ka. Ai predsjedniku i Krushevës ishte, mas ja zojemnin. Thash, më din që do në thotë ma qësh mu gjallin të bëhet Makedon që thash. Si me ta martoj jotin të ta bëjtoj, shqiptar këto. Çdo të thua është ai. Ai, racista e thotë ai. Pa te tha nuk jaj, unë isha atëre bilem delegat në sobranin e Krushevës të komunës. Tha, po ti nuk je thaj delegati? Po tha, nuk prejt një pitijet ma thua shta ketë. Po si mos ta thosha une, nuk do të më votonjë njerëzit. Po e kanë ditë se mund të thonë, pranim kanë votohë. Sunduroj më ma të evërë. Ja, bohajt jaska, po tha, ne kemi shkru, tha, konkurs, nuk ka kader. Mos jetë te për ajo, po, thash, konkursin ju e keni shkru, se isha unë edhe në atë sovetin e shkollës. E keni shkru, po e keni dhonë natën, thash, në Prilepo glas, jo konkurs. Datë natën e keni dhonën, mos kaluhen do një shqiptar të ngjuhe edhe të paraqitet. Po natën, ku do gjinit më shqiptar atë, ashtu. Që thua ashtu, po edhe, ne të doftuet drejtori, kur e ka thonë, ku e keni konkursin. Po thash, nejse si e keni bo juve, unë e thash të, shkolla duhet të qilet Shqip. Për arsimtar, unë jo maj që va gjej. Ju grejtë masin e mësus Ibrahimi. E naj kër e përmdoth, më mërë më atër kër e pase, e kimi me gjithmend, edhe neve o të burik, i asaj, pati që pa tha, drejtorit të shkollës, të detyroj, tha, ta mërsh Ibrahimin, mësusin atë që i foli ma tepër, e tha, të kërkoni, tha, juve si të boni shkollën sa ma shpejt të qini. Neve kishim disa mësusa në mua këtu, po sa e djene atëherë artëna i Saadini tuj. Saadini, Selimi, i Sami i Serbicës, ep një mësim ke klaset e nalta. Tani do këthejemi në vitin 1976, para fillimit të vitit shkollor. Ne ishim një grup intelektualish të cilët kishim interes për emancipimin e shqiptarëve të kudo që ndodheshin, e njihnim situatën në gjithë fshatrat, sidomos në Maqedoni, qoftë edhe në Manastir, në rrethin e Shkupit, dhe në formë ilegale në fillim, së bashku me Sabit Ramadanin, Tefik Ramadanin dhe Seadin Ramadanin, shkuam në fshatin Zhitoshe, e vëzhguam terenin, morëm kontakte të para me vendasit, sidomos me arsimtarët e vjetër, siç ishte Saki Pasani, Ibrahimi, dhe biseduam që nxënësit të cilët mësonin në gjuhën shqipe deri në klasën e 4 dhe pastaj vazhdonin në gjuhën maqedone, të kenë mundësi të mësojnë në gjuhën shqipe. Ata na informuan edhe me historikun e kësaj shkolle, shkollës Liria të fshatit Zhitoshe, ku ma përpara u informuam se si mësues kishte qenë edhe Myfit Synajmeri nga Shqipëria, këtu para luftës së dytë botërore, dhe pastaj arsimimi në këto treva kishte ra, si munges edhe e kuadrit shkollor. Në atë kohë, fshati ishte shumë i izoluar, i zhytur në varfëri, merreshin vetëm me kultivimin e duhanit, kurse unë punonja si arsimtar në shkollën fillore e Minduraku të fshatit Bukovic në Shkup. Atje relativisht kisha kushtet të mira,
vendim për punë, edhe banesë. Mirë po, nuk kisha dilema që ta lëshoj punën atje dhe të inkuadrohem në fshatin Zhitoshe, mundësisht po të na pranonte drejtori. Kështu, kjo punë ishte edhe një mision për ne, kontaktuam për herë të parë me drejtorin e shkollës, Andrea Nedelkovski. Për fat të mirë, ai na priti shumë mirë, në fillim bisedat ishin jo zyrtare, pastaj u zotua se do të na pranoj bile edhe pa u konsultuar me organet e Ministrisë Arsimit Dega e Krushevës. Si duket guximi i tij dhe guximi personal i imi, së bashku me shokun Seadin Ramadani, bën që edhe ai të marrë si obligim të na pranoj dhe të gjithë kundërshtarët tjerë të cilët ishin atëherë, qoftë edhe të mshefët që nuk guxonin të dalin, ti ve para aktit të kryer. Mirë po, gjithë kjo nuk uran në sy qoftë pushtetarëve të atëhershëm, qoftë edhe disa agent të cilët punonin fshehtas. Këtu banonin edhe bosnjakët, të cilët edhe ata mësonin maqedonisht, po nuk kishin guxim që të kërkojnë në gjuhën e tyre. Ai moment është, do të thonë, një moment më interesant i jetës time, për arsye se erdhëm dhe shpëtuam një numër të madh të qytetarëve të cilët mbetën as për mas të poshtë të themin e me fjalët tona, sepse mësimi këtu zhvilloi deri në klasën e 4 shqip, mandej vazhdonte te veçarja në gjuhën maqedone, gjë që do të thonë është një kthes, por një problem jashtëzakonisht të madh për arsimin, sepse arsimi në gjuhën anëtare është më i lehtë dhe më i dëshirueshëm. Prandaj atë moment nuk e harroj asnjëherë. Në vitin 1977-78 vitin shkollor kam marrë këtu dhe jam krenar që kam marrë, për arsye se ma di, shumica e njerëzve do të thonë dinë se ne çka kemi bërë dhe sa kemi sakrifikuar që të mbjellë arsimi shqip dhe vazhdojmë përsëri me atë aktivitet edhe sot e kësaj dite, që shihet edhe gjimnazi me kontributin tonë, do të thonë, e filloi punën. Me thonë ato e mbajnë barën më të madhe, si themi të këtij problemi, për arsye se Seadin Ramadani është i parë që ka këtu, ai ka filluar mësimin në shtëpia private. Ka punuar domethënë në shtëpia private, të cilët vullnetarisht ja kanë lëshuar domethënë njerëzve, sepse ka qenë diçka e çuditshme që në një 8 vjeçare, siç ishte 8 vjeçarja e asaj kohe, domethënë këto liria quhete, shqip, çuditësh shumë njerëz, pse shqip, si shqip, ka shqip, mirë po me kontributin e atij, që ka merita të mëdha, unë ashtu e mendoj, edhe këta të ri duhet ta mendojnë ashtu, ai ishte i pari, mandej vazhdoi Samit Alipi, shoku i tij, edhe bashkëfshatari i tij, domethënë ku e shih, që janë afër njëri tjetrit dhe shok të pandashëm, e mandej Osman Elmazi, unë vazhdova Selim Alimi, Abdulli, edhe dule gjeneratat e para të arsimtarëve të këtushëm dhe vazhdojnë me punë. Këtu kuadra mungonte gati në gjithë trojët shqiptarët, dhe s'kishëm dhe shkolla shqipe, ishën të rradha, gjimnazët funksionojnë, mirë për me gjimnazët së punojnë. Gjimnazët ishte shkollë e ullët, edhe shkollat nartë, në Shkup ishte shkolla e nartë, në të cilën unë 2-3 herë kam shku të vazhdoj, se unë meta me normale kam punu këtu, mirë po në rendë së vinje, nga shumica e studentëve, nga interesimi i madh i studentëve, saqë nuk na mundsohesh të gjithë ne të vazhdojmë atje. Edhe tash, si do të flasësh ti për këtë vend, ky vend është, domethënë, i larg, edhe larg kombit, por edhe larg shtetit. Edhe shteti, domethënë, ka interesat e vet, ato kombi duhet të interesohet për interesat kombëtare, kështu me rast. Ministria e Punëve të Brendshme e Krushevës na ka ndjekur vazhdimisht, bile edhe në ka burgosur në burgun e Krushevës, së bashku me Seadin Ramadanin, ka ardhë, në ka marrë në pyetje drejtori, kryeshefi i policisë dhe në bisede sipër
sa më kujtohet më në fund, kur pa se ne vetëm kemi për qëllim arsimimin e brezave të ri, tha ju lumt, dhe me qenë se nuk kishte fakte, na liroj. Në atë kohë ishte në punë Selim Alimi, Abdyli, edhe të tjerë, kështu që gradualisht kjo shkollë të vjeçare u plotësua, sa që sot është edhe shkollë mesme. Nxënësit tonë janë bërë vetë kuadro të asaj shkolle, gjë që unë personalisht jam krenar. Përpjekjet e banorëve për të avancuar arsimimin e gjeneratave të reja nuk u ndalen. Ato vazhduan me angazhimet për hapjen e paraleleve të shkollimit të mesëm në kuadër të shkollës së mesme të Kërçovës dhe që rezultoi me themelimin e subjektit të ri shkollor që tani mban emrin Rilindja. Shkolla siç vazhdonte, prom një vendim se ta çelim shkollën e mesme. Po qatë nuk mundeshim ta çelim, po mos na garanton donjoni se na gjen edhe kadër, se s'kishim kadër tonët dhe pra çka nuk mundeshim ta çelim. Shumë faleminder i qoftë shkollës Kërçovës, e cila na dul shumë krah, na dha shumë ndihmë, na çoi mësuesa, jo mësuesa po profesora, të udhtojnë ditë për ditë, mundohen rrugës, vetëm për të merën tonë të na e qelin ashtu të thonë me dispezira një klasa. Këtu në emrin të shkollës të Kërçovës. Shumë faleminderit, edhe ashtu ja kena met shkolla, pe asaj e kemi pe Kërçovësat. Shkollimi i mesëm në fshatin Zhitoshi filloi në vitin shkollor 2003-2004 me formimin e paraleleve që funksiononin në kuadër të shkollës Mirko Miljeski e më vonë Drita, ndërsa nga janari i këtij viti kjo shkollë u pavarësua duke themeluar subjektin e ri me emrin Rilindja. Objekti i ri shkollor që filloi ndërtimin në vitin 2004 u lëshua në përdorim si vjet dhe ai plotson të gjitha kushtet për zhvillimin e procesit mësimor. Kjo shkollë aktualisht numëron 370 nxënës të shpërndarë në 19 paralele. Shkollimi i mesëm filloi veç pika 2003-2004, gjeneratat e para atëherë fillon dhe si paralele të dispozuar nga Gjimnazi i Kërçovës, atëherë i njohshëm Mirko Miljeski, ndërsa sot Drita Kërçovë, ku nxënësit ndjekin mësimin në Zhitoshi këtu. Dhe sot prej 20 janarit 2015, ky gjimnaz u pavarësua me emrin Rilindja dhe filloi me punë si institucion në vete. Si objekt i ri ofron kushte të mira për nxënësit, siç mundet edhe vetë të shifet, i kemi veç 10 klasa, ku zhvillohet mësimi në 2 ndrime, disponon me sallë sportive, ku nxënësit merren me orët e sportit. Edhe pse presim ende të ndërtohet më mirë, dhe në të ardhmen besojmë se do jetë ala më mirë, po siç e shohim kemi kushte mjaftueshme të cilat mundet të zhvillohet mësimi pa asnjë farë problemi edhe pengese. Njëri ndër problemet më të mëdha të këtij fshati padyshim është papunësia e madhe. Rinia është e papunë, ndërsa të punësuarit që mund të numërohen në gishta janë vetëm në sektorin e arsimit. Po, shumë dobët është. Nuk na vjen në punë për asgjë se ç'është. Papunësia shumë e madhe. Po. Janë shumica rrinë ashtu pa punë, çdo të vetë i vinojnë me partijet e ç'është. A dy sa munohen, a nuk mundin të fesin në punë. E vetë mja punë ka me duhanin. Po, sa më me duhanin, e ç'është. Ene shteti pak na mundon ç'është. Dobe të pagujti na mundon a përsi ç'është. Të ri do të thonë kryesisht pa punë. Pa punë janë trit. Pa perspektivë. Pa punë. As social në morin, as asgjë. Ç'është i mundojnë. Pozita gjeografike e këtij fshati mundson kultivimin e rendimenteve bujqësore, por 500 familjet e Zhitoshes ekzistencën e tyre e sigurojnë kryesisht nga prodhimi i duhanit, ndonse viteve të fundit kjo veprimtari nuk i ofron përfitimet e viteve të kaluara. Të ne me duhanin jemi të mëtëm.
të vdekun faktiçki, sebe që na i ka marrë çmimin shumë të lirë, të dobët, e ne duanet shashtu në kanë shku simet, tjerat vjeta ishim pak më të ploshme, me çmimet, simet na kanë mytë për fisht. Edhe klasifikimi, po, e që të punë, edhe s'ka që ka që të flasë për duanin, qa ju është. Jo është biznes familjare i banorët? Biznes, po, familjare janë, që ashtu dobet, kush janë ka ca shtëpi në Zvicër janë, në Gjermani, në që ashtu s'ka, me duanin imi fjesht të mytën, edhe me drithin, edhe me kretë punët. Me qumshtet, me qka kanë lobë, diçka që majnë, edhe qumshtjo i lirë, qëtëra sensës di qka me thonë. Dhe të rritë janë shumica pa punë? Të rritë po pa punën, dysa që ashtu punojnë privatisht, ku 600 dinar, ku 700 dinar, asë një sen. Është populli shqiptar këtu në vend të rrethit prej Lipit, i vdekun, shtypun më shumë. Pa punësia është, në më thënë, një problem nëmër 1, këtu janë punëtorë të gjithë punojmë ne, po sfitojmë kur qa. E shaftë, në bujësia është primitive, kam fillu tash dal nga da njerëzit me ato parate fundit, blen nga një traktor tjetër, disa kanë bërë edhe 3 blen, mirë pës paguhet. Nuk paguhet prodhime që janë, me thënë shkallë të ullët. Duhani është një bim që kanë bajt gjatë gjithë këtë popullat, gjithë ta njerëz, gjithë ta banor, edhe punojnë natë ditë, kur është kohë e duhanit, këtu e punojnë me qef. Mi, gra, pleq, të ri, kretë inkuadrojnë në punë e duhanit. Qatë e kanë do me thënë eksistencë, biznis familjar, mirë thetë. Sa i përket infrastrukturës së fshatit Zhitoshe, do të veçojmë 2 projekte shumë të rëndësishme që janë realizuar me pjesëmarrjen e banorëve vendor. Ndërtimi i usjellësit dhe asfaltimi i rrugëve që lidh fshatin Zhitoshe me Llazhanin dhe Krivograzhanin. Për ujtin, kur e bënjim projekt nuk kishim të bëme. Pa projekt e bëmë. Ne vetë, se duheshte atëherë për projektin paguhet një sumë pare. Ne nuk kishim pare, komuna ishte kundër asaj, nuk epte asë një sen, po le që nuk epte, po ndalonte, edhe mos e bëjmë. E ne shkom vetë projektin ashtu, që këto të që do të shkohet drejt të poshtë, për majtë malit është që 7 kilometre i ka, 7.000 metre i ka, për 7 dit e prom peqe që këtë autobusi atë rrëth, ajo ujti, për 7 dit. As makina, as gjobë, kanë dikuni, kanë një traktor, e lishonjim pak të punue, po ma shumë me dorë, me kazma, me lopata, po dilnjim ka 200 veta që, edhe e bon për 7 dit të të rrethë. Të rrithë shumë që ashtu nuk musheshte ujtë, që nuk mush një ujtë, ma vonë rrugën. Rrugën bon për projekt, mirë, po tash ndalime kishim shumë pengesa për komunës, po ne vendosëm se do të shkrum një pridones prej Katunit, unë isha aj që bojna atë fletën. Kjo për Ngrazdan ishte neve bom një ankes në central një komitet të Makedonisë. Këtë rrugë kemi dhonë 2 here pisa të holla për të bëjnë, ama ato i merë, një hajnjim pare dhe se bëjnë. Shumë diskusie e mirë, por tha vetëm për një gjohë, tha munem tha tu dokumentoj se rrugën une do të vaboj, tha pas 1 dinar. Por këtij fshati i mungon kanalizimi i ujrave fekal, një projekt i lënë për gjysmë që shkakton ndotjen e madhe të ambientit qetësor. Po projekti i kanalizimit, siç thash, ishte i misardhur kur fillu, edhe ne tham do të inkuadrohemi në qytetarët e do me thonë ndershëm, që dhe ne mos të ndosim me papastërtia tona, do me thonë ndosim natyrën, sepse një planet kemi, nuk kemi atë, për si thot edhe programet si në gjëjtë, do me thonë, në për televizion, mirë po kanalizimin vetë për gjysëm, nuk u kry. Paret shkun, u bojë ndërtesa për pastrim atje ku duhesh të bëhet, nuk funksionon, edhe s'ka në iniciativë të me thonë që ajo të kryet. Aktivitetet kulturore në fshatin Zhitoshe sikur morën hov pas hapjes së shkollës me mësim në gjuhën shqipe. Akoma kujtohen me nostalgji programe shkollore që i prezantonin nxënësit e kësaj shkolle, recitimet, këngët dhe vallet e bukura shqiptare që ndiqeshin me një interesim të madh nga banorët vendor. Sidoqoftë ne u
inkuadruam në punë edhe treguam aktivitete qoftë mësimore, qoftë edhe jashta programit mësimor. Dham një program kultur-artistik të begatshëm për atë kohë, kishte një entuziazm të madh nga vetë banorët, për shkak se për herë të parë shihnin këngë dhe valle shqipe dhe recitime të nxënësve. Shiko, saj pyetje, kjo është pyetje dhe me thonë, për mu e dhimbshme sepse unë plaka. Unë kam pas iniciativat mëdha, tu në shkollë kam qenë edhe mësimdhënës i muzikës, edhe kam organizuar, do me thonë, e dini edhe ato që i përmenda se a dini sa mirë se ne në çdo ditë feste mbajnim, do me thonë, si shfaqje, si programe me nxënësit, edhe atë programe të gjona, me 1 orë, 2 orë, vetëm këngë, valle, kishim edhe korin aty të sa do kujtoj organizojmë edhe me këngë të ndryshme, do me thonë patriotike, këngë që ngjallin ndjenjat e fëmijët, mirë po si aktivitetet mungojnë? Mungojnë. Unë e krijova një grup këtu, me një 3-4 nxënës fëmijët, mirë po materializmi është në pyetje. Me një për pare, kultura me pare, nuk shitet, as blehet. Të rinjtë e fshati Zhitoshe kanë dëshmuar afinitete sportive, por ato asnjëherë nuk e kanë pasur mbështetjen e duhur në organizime sportive. Një grup i të rinjve të këtij fshati, në mungesë të sallës sportive, udhëtojnë deri në Kërçov për të realizuar seancat e stërvitjes në klubin e mundjes Uskana. Po për mundje, gjithsej 5 veta jemi, ama s'kemi kushte, s'kemi klub, vim ke klubi Kërçovës. Po, udhëtimet, pagesat, argjimet. Nuk ju mundësohet të ushtroni këtu në sallën e shkollës? Po, nuk na mundësohet për shkak se pikës pari këto bëhet në punë partijake. Disa thojnë, janë të ushtroni, disa thojnë, jo, dhe s'dim ku shkëm. Ky fshat ka qenë, do me thonë dikur, ka pas shumë pelivana. Ky fshat ka pas shumë pelivana, po, tradita vazhdon, ne të rritë e vazhdim traditën, po kur s'ke kushte, po prap neve nuk dorëzohemi, prap se prap.